Kosova do të ballafaqohet me Slovakinë në kuadër të gjysmëfinales së play-offit për një vend në kampionatin botëror në futboll. Mediat slovake kanë shkruar për flamurin dhe himnin e Kosovës në prag të kësaj sfide që luhet në mars. Këto mediume e kanë ngritur këtë çështje pasi që Slovakia nuk e njeh zyrtarisht shtetin e Kosovës. Slovakia nuk e njeh Kosovën, por do të jetë kundërshtari i ekipit slovak të futbollit në ndeshjet eliminatore për Kupën e Botës 2026. Ministria e Brendshme e Republikës Slovake sqaroi nëse himni i Kosovës mund të intonohet dhe flamuri i saj mund të ngrihet në stadium. Do të vinë në tatras për ndeshjen eliminatore për Kupën e Botës 2026, pra do të lejohen simbolet e Kosovës që të përdoren në stadium, shkruan mediumi slovak. Ekipi kombëtar i futbollit slovak do të takohet me Kosovën në shtëpi më 26 mars në gjysmëfinalet e play-offeve për Kupën e Botës 2026. Kjo do të jetë ndeshja e parë ndonjëherë midis ekipeve kombëtare të dy vendeve. Ky duel do të ketë edhe një nuancë të fortë politike pasi Slovakia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, kështu që po pyesim nëse flamuri kundërshtarit do të lejohet të shfaqet dhe nëse lojtarëve do saj do të lejohet të intonojnë himnin para ndeshjes. Ministria e Punëve të Brendshme slovake deklaroi se duke pasur parasysh që Kosova nuk është njohur si shtet i pavarur, përdorimi i flamurit ose himnit të saj në territorin e Republikës Slovake, për shembull brenda kuadrit të protokollit diplomatik, është i papërshtatshëm. Megjithatë, sipas Ministrisë së Brendshme, në Bratislav, ngjarjet sportive ndërkombëtare siç janë kualifikueset e Kupës së Botës rregullohen nga rregullat dhe protokolli i federatës së caktuar, në këtë rast FIFA-s, antare e së cilës është Kosova. Këto rregulla kërkojnë ngritjen e flamurit dhe intonimin e himnit të secilit shtet antar pjesëmarrës, pavarësisht nëse vendi mikpritës e njeh atë diplomatikisht apo jo. Nëse përdorimi i simboleve të Kosovës në territorin e Republikës Slovake është i kufizuar në hapësirën e stadiumit të futbollit, duke marrë parasysh faktin se FIFA është organizatori i ngjarjes, ky fakt mund të pranohet, tha zëdhënësi i MPB-s, Matej Neumann. Sipas tij, çështjet e ngjashme janë trajtuar nga shtetet e tjera që gjithashtu nuk e njohin Kosovën si shtet, por kanë pranuar rregullat dhe protokollet e federatës së caktuar ndërkombëtare sportive. Për më tepër, ai thotë se kjo nuk do të jetë era e parë që një ekip sportiv i Kosovës ka ardhur të luajë në Slovaki. Në nëntor 2023, lojtarët slovak të handbollit në fazën e parë të kualifikimit për Kupën e Botës 2025 e mposhtën Kosovën 33-23 në Povarska Bistrica. Po ashtu, vitin e kaluar në gusht në kualifikueset e kampionatit evropian 2026, lojtarët e volejbollit gjithashtu e mposhtën Kosovën në Nitra 3-0. Pra le të shpresojmë që lojtarët e futbollit do të bëjnë të njëjtën gjë në mars, shkruan media slovake. Përveç kësaj, më 5 korrik 2026 lojtarët e basketbollit do ta presin edhe Kosovën në shtëpi në parakualifikueset e kampionatit evropian 2029.